Mora vesh tani më morën telefon se Taulant Balla kishte bërë një status duke më quajtur mua fashist e tjerë. Ka vetëm një problem domethënë, që unë jam shumë i bindur që Taulant Balla nuk ja ka idem fare se çfarë është nazizmi, fashizmi apo komunizmi. Do unë kam sfidë publike të më shpjegoj të bëjmë një debat publik mbi idetë politike. Jam shumë i bindur domethënë që një njeri i cili e ka ngritur karrierën vetëm duke sharë Sali Berishën nuk mund të ketë formin të përgjithshëm. Sali Berisha ka mëkatet e veta, po ty o Taulant Balla të duhen 200 vjet jetë për me u fut në konkurrencë me doktorin e na 100 vjet me mua për dituri dhe njohuri. Unë po t'isha në vendin tënd i dashur, do më vinte turp që t'isha ti. Ja kam shumë sinqerisht. Më quaj çfarë të duash, po vetëm një gjë di thot Shpendi, që për burrni nuk më vjen as te maja thojt. Unë nuk jam fashist, as nazist, as komunist. Unë jam shqiptar vlla. Një djalë provincial nga Fieri, që erdha pa u lëpir si kërmill, se e kam emrin Shpend. Jam azgan, jam skifter, jam shqiponj, fluturoj lart. Dhe u sheh me krimba si puna juaj. Ty faleminderit që më bën promo. Kjo është treguesi i dobësisë tuaj dhe që ju ka ikur flamingot fare. Me u marr me mua, me më faktorizu, do duhet ju jepja shumë miliona euro që të më përmendni emrin dhe të më shpërndanit. Pra, si çdo gjë tjetër, neve breziri, ndryshe nga juve, që e vetmja gjë që keni bërë, keni lehur, është se neve nxjerrim më të mirën nga gjërat më të këqija. Taulant, të dua shumë i dashur, edhe ti je një nga ne, ta kuptoj hallin vëlla.